Që keni dol. Në shkimi fjetjes. A na tregoni pak ma shumë për organizimin që i keni bo? Që drejtori. Po, ne mbas ndeshjes që fitum me Slovakin, ku kemi pas një organizim, vetëm një fan zone këtu në sheshin Zair Pazitë, për shkak të interesimit shumë të madh qytetarëve, po dhe për shkak të numrit të limituar të biletave, sigurisht kemi vendosur që të përsërisim këtë aktivitet dhe të i bëjmë 3 zona ku do të jenë të vendosura ekrane, që qytetarët të kenë mundësi të shikojnë ndeshjen dhe të festojnë. Nuk diskutohet pjesa tjetër, të festojnë. Dhe si drejtori i sigurisë, në bashkëpunim me gjitha institucionet relevante, kemi marrë gjitha masat që ky event të jetë i sigurt dhe siguria publike të mos cënohet në asnjë mënyrë, pra kemi angazhuar ekipet e policisë, zgjash fiks, ndihmës së shpejtë apo emergjenca mjekësore, emergjenca civile, pra janë të gjithë duke punu që nesër mbroma çdo gjë të kalojë në mënyrën sa më të mirë, sa më të qetë dhe pa asnjë incident. Në sa vende kanë pas monitora qytetarët për me pa lojën? Me 3 lokacione. Këtu do të jetë fanzona kryesore, domethënë nesër për orës 12, poshtë në sheshin Skënderbej, për orës 18 edhe në mbi pallatin e platos të Pallatit të Rinisë për orës 18. Detajet tjera që ka shumë e rëndësishme është që i ftojmë gjithë qytetarët nga gjithë Kosova, sepse jemi përgatitur që thjesht si kryeqytet, ose si metropol, qysh na ka hije të festojmë në këtë moment historik, që është një moment po besoj që më kulminante mas pavarësisë, ndoshta më me thonë, për arsye se është një ngjarje historike dhe thjesht Kosova do të jetë pjesë e kampionatit botror, ndoshta promovimi më i mirë i Kosovës që mund të bëjë në histori të kombit shqiptar. Andaj të gjithë gjithë qytetarëve, jo vetëm Kosovës, i ftojmë gjithë shqiptarët kudo që janë, prej Shqipërisë, Maqedonisë, kudo që janë, jemi përgatitur, që është territori jemi përgatitur për një numër shumë të madh, po kjo do të jetë këtu do të jetë festa kryesore, pas fitores po ashtu që shpresoj që këtu do të jetë festa zyrtare, edhe ajo që ka shumë e rëndësishme, të gjitha masat për siguri edhe për çdo qytetar janë marrë bashkëpunim me komunën. Uroj që nesër të fitojmë dhe të jetë moment historik për gjithë ne. Sa ka qenë e vështirë, ndoshta krejt kjo dëshire e madhe dhe vullneti juaj për me organizu diçka të tillë për këtë kombëtare? Ma përmendet që nuk flitet për vështirësi. Vullneti, dëshira për fitore, për organizim i ka mbujt të gjitha. Ne vetëm ftojmë qytetarët edhe një herë që edhe nesër mbroma edhe sot edhe nesër gjatë ditëve në vim të tregojnë një kulturë të sportivitetit. Ne do të kemi edhe musafir edhe nga Turqia, edhe nga shtete tjera, që të shpresojmë që nuk do të kemi asnjë incident, të tregojmë kulturë sportive, të festojmë në mënyrë që si neve na ka hije dhe të tregojmë botës se ne meritojmë që jemi pjesë e botrorit. Unë edhe për vete, unë krejt kohën kur i mora intervistë qytetarët, të isha sa mendoni që kena me fitu. Çka nëse hu? Na nuk të diskutojmë, na nuk të presim keq. Spodojna me menu që kena me hu. Kena me fitu. Asgjë nuk është e pamundur. Na ka thonë çdo për Suedi kemi fitu, na ka thonë çdo për Sloveni kemi fitu, na thonë çdo për Slovakin kur s'ka besu, po na përgatitur çish para këtë tota. Çdo po foli për çdo dy ndeshje, ta mos flas për gjithë ato tashmë herë 14 vjet kemi punu për marrë këtë ditë. Andaj s'më mënojmë humbje. Po ju pyesë edhe juve si qytetar që ju pyeta, sa mendoni që ka me qenë rezultati? Për mu 3-1, 2-1. Urime Kosovë. Faleminderit. Një thirrje gjithë lojtarëve, spartanëve tonë, gardianëve tonë, e ketë Kosova, e ketë kombi është me juve.